Unë jam Gjajs. Shëndeti pak. Përshëndetje nga një tjetër episod i Countdown to Christmas. Siç e shikoni, unë sapo jam bërë gati, sepse sot është e shtunë dhe Rea ka organizuar një event për mbire në studion e saj më të re, mezi po pres të shkoj ta shoh sepse kishte menduar shumë detaje dhe jam e sigurt që do ketë dalë diçka shumë e bukur. Ndosa që ti marr edhe një lule, duke qenë se do shkoj aty. I kam shkruar edhe një urim për këtë vit, për mbire, shpresoj që të ketë sa më shumë sukses. Ndërkohë, siç e shikoni, besoj se dallon edhe nga zëri im që unë jam sëmur, kam kaluar 5 ditë me këtë virozën e fundit, le të themi, dhe nuk po e marr dot veten. Pra, sado kam vazhduar dhe punët, po 2 ditët e fundit kam qenë vërtet keq, pra dje praktikisht nuk jam çuar fare nga krevati, pa fuqi, me koll, fytin e kam pasur shumë të acaruar, madje nuk arrija të flisja, por për fat mirë sot jam pak më mirë dhe do t'ju tregoj dhe një PR box që më ka ardhur nga Illumina Pharma. Është PR boxi këtu, festiv, unë e kam hapur sepse bëra dhe një reels dhe vendosa që të marr zinkun, duke qenë se zinku është shumë i mirë për imunitetin, edhe për fuqi, për më shumë energji, kam nevojë për këtë. Mora një SPF me një SPF 50 në sakt, është kjo SPF-ja këtu. Nuk e kam përdorur asnjëherë, po mezi po pres që ta përdor sepse më kishte mbaruar ajo që kisha dhe ta provojmë këtë. Dhe gjithashtu vitaminën D3, e cila është edhe për imunitetin, edhe për lodhjen dhe dihet që shumica nga ne kemi në mungesë vitaminën D, kështu që 30-at po afrojnë, tani unë nuk kam bërë 28, por për mua jam afër 30-s, kështu që duhet të kujdesem më shumë dhe të marr më shumë vitamine. Dhe gjithashtu më kanë dërguar edhe 2 maska. Janë maskat këtu, të cilat me sa kuptova bëhen vetë në shtëpi, pra është vetëm plur këtu dhe e formon vetë me ujë, kështu që mezi po pres ti përdor. Ndërkohë që për festa kishim bërë dhe këtë ofertën për 50.000 lekë blerje, merri një produkt falja. Tani nuk e di se sa dallohem që aty. Kam veshur këtë bluzën, e cila ka këto mëngët kështu, edhe ka këtë supin kështu, pra është goxha stil, edhe është mbledhur këtu në bel, dhe vendosa ta kombinoj me këtë orër gold. Vëthët nuk po i gjej, duhet të gjej dhe vëthët, i vendos. Dhe po dukemi kështu. Pantallonat janë të shkurtra, geta të zeza dhe kam veshur çizmat kafe nga këmbë. Dhe normal që do vesh një pellush, se jam edhe smur dhe nuk dua që të ftohem. Pellush në ngjyrën kafe dhe kështu jemi gati. Do marrim dhe lulen, do marr dhe një çantë vogël të zezë dhe kështu ikim tani sepse jam vërtet vonë. Këto janë edhe çizmat e reja që unë vesha. I ka marrë tek duajt. Hello! Shkojnë sa bukur e ka bërë Rea këtu. Ta marrim në sy. Shumë e bukur. Edhe Rea shko sa bukur që është bërë.
vdasme. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Dje kemi qëndruar deri në orën 6 me gocat dhe kaluam vërtet shumë bukur. Ta shkova në shtëpi, sistemova disa gjëra aty në shtëpi, se Kurika e lash pak rëmuj dhe kam parë Big Brotherin deri vonë. Tani nuk kam shumë që jam zgjuar. Rea na dhuroi dhe agenda, po do t'ja u tregoj pak më vonë mbase, sepse tani dola shpejt e shpejt, nuk kam bërë as make-up asgjë, se ka shkuar ora 12, vura këto syzet, edhe të dalim të pim një kafe, jam veshur shumë sportive. Koha që ka shumë e bukur sot, është e hapur me diell, ndërkohë që zëri im është akoma cop-cop, nuk është se jam shëruar, besoj se dallohem, po që po vazhdoj ato ilaçe që kam filluar. Përshëndetje prapë, unë sapo kam ardhur në shtëpi dhe siç e pa djem, kishte ardhur një PR box nga Illumina Pharma dhe kam filluar vitaminat, pra kam 3 ditë që po pi zinkun, ndjehem shumë më mirë, më ka ndihmuar dhe me virozën, pavarësisht se nuk e kam kaluar plotësisht, më ka ndihmuar mjaftueshëm sepse sapo e fillova, ndjeva me njerë përmirësim, të ndjeva më mirë dhe më energjike gjatë ditës. Tani, çfarë do t'ju thoja unë dhe kam haruar t'ju them është që nesër unë filloj stërvitjen me një personal trainer, me një personal, si quhet, që nesër filloj stërvitjen me një trajner personal për pjesën e ushtrimeve dhe ushqimit. 2 javët e fundit jam përpjekur të mbaj kalori deficit, pra që nga era e fundit që ju kam thënë. Normal Kurika në Korç e prisha ato 2-3 ditë që isha në Korç, nuk është se e mbajta siç duhet me rregull dhe diet kjo, sepse mami gjithmonë që shkoj gatuan më shumë edhe dali më shumë dhe do ta prishësh. Por, duke qenë se Xhimi më kontaktoi në Instagram, vendosa që të pranoj, edhe le të themi që do jetë një formë bashkëpunimi. Unë kam bërë foto para, unë bëra të gjitha matjet e përmasave të trupit, pra belin, pjesën e gjoksit, pjesën e vitheve, të gjitha, dhe i mbajta shënim, datën e sotme, dhe gjithashtu bëra dhe foto, që t'i kem foto para pas. Çdo 4 javë do bëjmë një check, pra ndryshimet që do ketë trupi. Fillimisht do fillojmë me më pak kalori dhe më pas do fillojmë që ta rrisim nivelin e kalorive, duke qenë se unë i thash Xhimit që kam qenë në deficit ekstrem kalorish, pra kam qenë 900 kalori në ditë, që janë shumë pak, dhe Xhimi më këshilloi që të fillojmë përsëri me 1100 kalori dhe ta rrisim gradualisht derisa të shkojmë tek 1500-1700 kalori në ditë. Duke marrë parasysh që unë do bëj ushtrime çdo ditë, dhe duhet të rris nivelin e proteinës për të krijuar një trup sa më të mirë. Programi minimumi do zjas 6 muaj dhe unë do ta dokumentoj edhe këtu në YouTube, pra hap pas hapi. Xhimi gjithashtu më ka dërguar të gjitha ushtrimet që unë duhet të bëj, pra ka një program të tij. Unë do t'ja u lej Instagramin e tij këtu anash, nëse keni interes, mund ta kontaktoni dhe mund ta pyesni, nuk e di se si funksionojnë fiks paketat e tij. Por po ju them pak a shumë se si do funksionoj me mua ky bashkëpunim. Ai do më dërgoj recetat që unë duhet të ha çdo ditë, numrin e kalorive dhe të gjitha ushtrimet. Ushtrimet do bëjmë 3 herë në javë, sepse kështu ram dakord dhe sipas ti ishte më se e arsyeshme 3 herë në javë dhe e mjaftueshme për fillimin. Dhe do bëj ushtrimet, do mas edhe hapat, do masim të gjitha kaloritë e ushqimeve, do mundojmë t'ja çojmë foto vaktet, pra do jem në kontroll të vazhdueshëm. Jo se vetë nuk mund ta bëja këtë gjë, por ju e dini shumë mirë që kam që në verë që dua të humbas edhe disa kilogram.
kam humbur disa, por dua të humbas edhe disa tjera. Dhe nuk është se jam shumë konsistente, pra nëse nuk kam dikë që të më motivoj, të më vendos në sedër që duhet ta bësh këtë gjë, le të themi që ndonjëherë neglizhoj ose bie pas punës, pas rutinës, edhe e neglizhoj. Ndërkohë që kur kam dikë në kokë që më kontrollon, edhe që le të themi ma kujton që duhet ta bëj, është shumë herë më mirë për mua, prandaj vendosa të pranoj dhe ndihem vërtet shumë e motivuar. Nesër është dita e parë që unë do të filloj ushtrimet dhe ushqimin me kontroll. Kështu që shpresoj të shkoj shumë mirë dhe deri në ver të kem trupin që dua. Dhe do të arrisë SBND, një nga qëllimet kryesore të 2026-s, shëndet më i mirë, trup më i mirë, kujdes në ushqim më i mirë. Duhet ta vlerësojmë shumë shëndetin, sidomos tani që mosha e kalon, edhe e neglizhojmë. Vetëm kur sëmuremi. Po, plaka. Vetëm kur sëmuremi, kur na kapin këto virozat edhe kur nuk kemi fuqi për asgjë, e kuptojmë se sa shumë e kemi neglizhuar veten. Edhe vitamina do t'i vazhdoj, edhe do rregulloj dhe gjumin, sepse vërtet fle shumë vonë. Kur them shumë vonë, nuk ka ditë që nuk e kap orën 2 të natës. Kështu që dhe gjumin duhet ta rregulloj, të fillojmë të përpiqemi të fle në orën 12 dhe ideale do ishte që në orën 11 jem në gjumë. Pra mos le asnjë punë për në darkë, çka kam të mbyll gjatë ditës dhe të bëj një organizim më të mirë, kështu që yes. Këtë do bëjmë. Kaq. Vesh të paktën filloj programin tani, mos e filloj me datën 1 janar, si filloj. Jo, do ta fillojmë tani programin, nuk do ta fillojmë në datën 1 edhe më mirë, sepse jam e sigurt që tani këto 2 javë të fundit, pra që nga Krishtlindja deri në vit të ri, do e kisha shtuar edhe në 1 kilogram tjetër ose 2 minimumi. Pra ato që kam humbur gjatë verës vjeshtës, do t'i shtoja tani, kështu që më mirë, falenderit Xhimi që më kontaktove, edhe të fillojmë tamam programin. Ishte vërtet shumë interesante, do t'ja u tregoj pak edhe këtu aplikacionin, jam regjistruar dhe ja ku i kam të gjitha detyrat dhe i kam të ndara dhe me data. Pra, nuk e di. Deri tani jam shumë e kënaqur, është treguar shumë serioz, më ka dërguar video, më ka shpjeguar çdo gjë me detaje. Edhe pse jo. Do kemi një trajner personal. Jo, ati. Fakti që thu jam shumë e kënaqur, akoma nuk ke provu as edhe një ushtrim, as edhe një dietë, as edhe një test. Je kënaqur nga se? Nga fakti që të shpjegoj. Po, jam e kënaqur nga përkushtimi, pra nuk është sa i thjesht do... Po e ka punë, mikos. Po e ka punë, po varet si e bën punën, pra ai po e bën punën shumë mirë. Sepse ta kuptosh diçka është hapi parë. Se nëse nuk e kuptoj, nëse nuk jam e qartë çfarë do bëj, si do arri rezultat. Pra unë i kam të gjitha të organizuara shumë mirë, organizimi është gjëja e parë. I kam të ndara çfarë ushtrime do bëj, i kam të ndara çfarë ushqim do haj, i kam të ndara kalorit, i kam të ndara çdo gjë. Ore, atë kem vetën ti. Se ti vetë do t'i bësh, do t'i bëj. Po, normal që vetë do t'i bëj, po në momentin që i kam ku t'i shënoj dhe i kam të sistemuar atë ndara, kjo gjë më ndihmon që unë të organizohem. Kjo është e gjitha. Uroj të organizohesh. Normal që do organizohem. Si çdo hap që bën në pjesën e gjimnastikës. Tani nuk i kam bërë sepse i kam qenë vetë, pra po nëse ai për shembull më shkruan çdo ditë, më thot përshëndetje, bëre ushtrimet, unë vendosem në sedër dhe normal që do t'i bëj. Edhe ditët kur s'do kem motivim, që do jem e lodhur kështu, do ta gjej kohën do t'i bëj. Do të shkruaj unë me çdo ditë, do të pyesi për ushtrimin. Mirë, mund të më shkruash ti, po pse s'më ke shkruar më përpara? Pra, do ta kisha arritur në që s'kam pa, po se s'kam pa të bëj ushtrime pra. Po pra, duhet të më thuaj, bëj ushtrimet. Mirë. Ose më thuaj për shembull, sa keq është nosh. Ti je si një yll, moj. Mirë, unë nuk jam shnosh, kaq sa e bëj veten, po që thjesht dua të jem më fit, më shëndetshme nga parë. Se kam ngrënë budalliqe, shumë budalliqe, sidomos në Korçë. Ja, na punë çokoladë të hajmë. Jo, nuk do hajmë asgjë tani. Sot është dita detox, nesër fillojmë seriozisht. Do të fus dhe ty në dietë.
Mua? Po. Po më pa tjetër. Sepse kur është njeri në... Po, dhe ti me Gjimin. Kur është njeri në dietë, do jenë të gjithë në dietë. Po, të kuptoj. Po, pse jo. Kështu pra, ika tani. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë sapo kam mbaruar ushtrimet e trupit, sipas të gjithë udhëzimeve që më kishte dërguar Gjimi. Dhe tani jam duke ngrënë tërshërën time me faraqea dhe pak qumësh dhe pak kakao që e bëj çdo mëngjes. Ndërkohë, pasi të mbaroj mëngjesin, do marr edhe zinkun që e kam filluar dhe besoj se sot do nis edhe vitaminën D, do ta nis në drekë sepse e lexova që duhet të pi një në mëngjes ose një në një vakt, pra jo ti marr të dyja njëkohësisht. Kështu çdo gjë shkoi mirë. Disa ushtrime ishin pak më të vështira për mua, sidomos ushtrimet që kanë lidhje me krahët, sepse nuk kam fare forcë krahu, por me kalimin e kohës normal që do jemi më mirë, po si dita e parë sot, çdo gjë shkoi mirë ashtu siç duhet. Tani duhet të mbaroj mëngjesin dhe të bëj një dush, dhe pasi të bëj dush do bëhem gati, që të jem gati sepse sot do dalim të shohim komplet qendrën, nuk kam dalë akoma që kur kam ardhur nga Korça, sapo erdha u smura, edhe kjo javë e fundit ka qenë vetëm në shtëpi. Kështu që sot dua të dal, edhe kështu që do dalim. Harova t'ju thoja, mos harroni të bëni një subscribe, sepse më ndihmoni shumë, më motivoni, sepse kohët e fundit kam menduar që ta lej YouTube-in, duke qenë se nuk e di se çfarë ka algoritmi, po më sugjeron më. Dhe views-at në video kanë rënë. Dhe gjithashtu numri i subscriberave nuk ka lëvizur shumë. Kështu që do doja të më bëni subscribe, edhe like, edhe një koment që unë ta kuptoj që videot e mia ju pëlqejnë dhe që doni të bëj akoma video. Sepse në të kundërt nuk motivohem edhe më fillojnë këto mendimet pastaj që duhet ta lej YouTube-in dhe nuk duhet ta bëj më. Kështu që, nëse nuk keni bërë subscribe, më bëni subscribe dhe më komentoni poshtë mendimin tuaj rreth videos dhe më thoni se çfarë doni të shikoni tjetër në këtë kanal. Atëherë, siç më shikoni, kam bërë flokët dhe pak make-up sepse sapo realizova një reels për mbi re. Kisha një unboxing dhe tani do t'ja tregoj dhe ju këtu. Si fillim shikojni pak detajet e çantës së kartonit. Reja i ka menduar të gjitha, më pëlqej vërtet shumë edhe ngjyra dhe dizajni është shumë e bukur. Gjithashtu Reja na kishte vendosur edhe nga një lule dhuratë. Shumë detaj i bukur, sepse ne ishim pjesë e eventit. Dhe këtu kemi agendën me paketimin, si është me paketimin festiv. Tani unë e kam prishur pak, sepse ju thash që bëra reelsin, gjithsesi e vendosa për ide. Edhe si gjithmonë kutia i ka të gjitha detajet, më në fund ajo zgjodhi veten. Reja më ka vendosur edhe 2 kartolina që kishin një domethënie vërtet shumë të bukur, po ja u lexoj. Të gjitha gjërat e mrekullueshme janë arritur nga ata që guxuan të besojnë se diçka brenda tyre ishte superiore ndaj rrethanave. Dhe e dyta është bukuria e jetës që ndron në mënyrën se si ti zgjedh të jetosh gjërat e thjeshta. Shumë detaje të bukura këto. Kemi dhe këto detajet e tjera, shumë të bukura gjithashtu. Dhe kjo është agenda që unë zgjodha e preferuara ime, me këtë dizajnin me vija, edhe këtu kemi një zemër, dhe nga pas duket kështu. Kjo është shumë tula, sepse unë vdes për bardhëzi, pra për ngjyrat bardhëzi, dhe më përshtatet vërtet shumë. Më pëlqeu pjesa hyrëse, pra faqja e parë, ka një cilësi shumë të mirë agenda këtë vit. Unë kam marrë edhe agendën e parë të Rejas, por këtë vit duket ndryshimi dhe kualiteti është shumë më i lartë dhe detajet normali kam i menduar të gjitha. Dhe ajo që më pëlqen më shumë të kjo agenda është që në pjesën e parë, pra sa po e hap, ke mundësi të përcaktosh të gjitha qëllimet e vitit. Dhe për mua kjo është shumë motivues, sepse në momentin që ti e shkruan diçka,
është si një formë manifestimi dhe ti mund ta arish, edhe është si një kujtesë që ti duhet të bësh çdo gjë që të arish ato qëllime që ke vendosur. Të gjitha faqet janë shumë mirë të strukturuara, dhe ajo që më pëlqeu më shumë është që në çdo muaj kemi nga një recetë gatimi, gjë që ishte shumë cute, sepse na nxit pak edhe atë krijimi, na nxit të bëjmë diçka të re. Dhe pse jo, unë do provoj disa nga këto receta, ti realizoj vetë, do jetë diçka cute. Dhe në fund kemi dhe planifikimet e udhëtimeve. Një adhuruese udhëtimeve që unë jam, mezi po pres që ti mbush ato faqet, edhe pse jo, në 2026 të bëj sa më shumë udhëtime, sepse 2025 ka qenë një vit ku nuk kam lëvizur shumë, të them të drejtën, s'kam pasur shumë udhëtime, do doja të kisha bërë më shumë. Por kështu ishe rrethana, të ndryshova qytetin e tjera ju i dini shumë mirë, kështu që kemi qëndruar më shumë në Shqipëri. Por 2026 do e veç qëllim vetes që të udhëtoj më shumë. Dhe gjëja më cute janë edhe këto vizatime, të cilat mund t'i ngjyrosin dhe janë si një formë antistresi, të paktën për mua. Do i ngjyros edhe do, nuk e di, më pëlqeu shumë çdo gjë. Cilësia është 10 nga 10 dhe është e sigurt që kjo agenda më shoqëroj çdo ditë të vitit, sepse unë vdes të planifikoj, vdes të shënoj gjërat e mia dhe të mos t'i haroj. Pra, në momentin që i shënoj, është gjysma e punës, kështu që bravo Rea për punën dhe për eventin. Eventi doli shumë i bukur, kështu që sa më shumë suksese këtë vit dhe pse jo, mbi re të sjell edhe gjëra të tjera shumë të bukura, mezi po presim. Tani unë do filloj të planifikoj pak këtu, sepse mezi po prisja që të hapja dhe të filloja të planifikoja. Dhe do vendos drekën, të bëj dreka, kam vendosur të bëj pul me patate si që thash, dhe të vazhdojmë edhe këtë regjimin, dhe pas dite do dalim dhe do t'ju marrë me vete. Që ka shkallë, thunë. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë sot kam një ditë shumë të ngarkuar, sapo jam bërë gati tani, sepse do shkojmë tek Helena, kemi për të xhiruar kontent, duhet të bëj dhe ushtrimet të trupit, gjithashtu duhet të bëjmë gati sepse sot kemi darkën me stafin e punës, kështu që ky është outfiti për sot. Faktikisht nuk e kam hapur kamerën që të martën, jo, që të hënën. Nuk e kam hapur kamerën, që kur dola në shesh praktikisht nuk kam xhiruar. Dhe harova të thoja që nuk më pëlqeu fare. Pra, jam shumë e zgënjur nga dekorimi këtë vit, nga atmosfera. Shumë e zbrazët, shumë qetësi dhe shumë kot çdo gjë. Nuk e di, dhe çmimet ishin shumë të shtrenjta. Ne kemi pirë vetëm një kafe. Më thënë, unë kam marrë vetëm ujë, se normal nuk doja të konsumoja kafe dhe nuk duhet të konsumoj kafe pas orës 2, edhe shoku i mori një kafe dhe një ujë gjithashtu dhe kemi paguar 6.000 lekë. So, nuk e di, çmime kot, atmosferë kot, pra me pak fjalë, atmosfera në shesh më duk shumë e vakët edhe nuk më pëlqeu fare këtë vit. Anus i bukur ti. Maci. Anus i bukur. Oj, shaj mici e ti. Shaj bukur.
shkoj qa bën Elena këtu. Përshëndeti pak njerëzit. Gjërat bukra, bo. Ti pa kafen që më bën Elena, shko. Buz më buz, nuk ja bëj me hile. Jam buz më buz. Okej. 2000 lek. Të lëmë shënduar. 2000 lek. 2000 lek, do lek dhe për këtë, bo, zbima këtu. Përshëndetje, unë sa po jam bërë gati, sepse si që thash, sot do të mlidhemi me Daisy. Kështu duket make-upi, kam shtrir flokët dhe kam bërë një kapje pak më ndryshe sot. Fustani është i zi i thjesht, do vesh thjesht një palto dhe e kam kombinuar me çizma të zeza. Nuk ju kam folur fare gjatë ditës, sepse erdha pak vonë, pra kam mbaruar punë vonë tek Elena dhe erdha me vrap të mbaroja të gjitha gjërat e tjera që kisha në shtëpi. Kështu që tani që u bëra gati, thash të hap kamerë dhe t'ju tregoja pak make-upin dhe flokët, edhe pak outfiti. Kam bërë dhe disa foto, nuk e di, qofse kanë dalë bukur, do t'ja u le këtu anash, se nuk i kam parë akoma, i bëra me aparat, edhe do t'nisemi të kalojmë sa më bukur sot. Thjesht doja t'ja u tregoja pak ju.